kërcohet qeveria pa opozitë. Dhe në këtë kuptim, unë jam shumë optimist, edhe po hime optimizëm, po unë nuk premtoj sene. Unë i premtoj njerëzve të Kosovës, çështjet për cilat kemi me najtë besnik, përkushtimin maksimal, lojalitetin maksimal, vetmohimin nëse ka nevojë, dhe jo vetëm timin, po të grupit të cilin e përfaqësoj, dhe mbetet të ta me votu. Unë po mendoj që është momenti me na votu atana. S'ko menu ma herët. Ky moment kom mendu që vjen shumë ma herët, por shumë ma vonë se unë kam prit. E funit krejt, nëse ka zgjedhje, fillingun e kom që kom e qenë shumë e ngjajshme për mbajtja e fushatave, për shkak se krejt që ato përmi qka është ngrit vetëvendosja dhe mane është ngrit diskursi politik i dy gjeneratave të politikanëve, pej asociacionit e derit e marrëdhëniet me Serbin edhe marrëdhëniet me Amerikën, jonë ka vazhdojnë mu silë si tema. Disa kanë degradu, dorën zemë shumica kanë degradu, diku tjetër ka pak përparim të marrëdhëniet me Serbin, po e fus edhe angazhimin direkt të veriut, për shkak se qashtu po ka qef me definu vetëvendosja. Kallëzom, qa i shdosht me qenë specifika e sisoj fushate? Këtu zgjedhjet për mu mbahen jo fort për çështje për tema, sepse ajo po dihet që Albin Kurti do t'jetë, si me thonë, faktori kryesor pa cilin nuk do t'ketë as qeveri, as president. Me qëto pajtona dhe unë, problemi është që vetë parë, se më the, Natyra Kuqi ka deklaru që si shdosht kjo me qenë përballje personaliteteve, apo? Jo, është çështje tashin. Unë më të thonë çështje që po votohet kësaj here, për bindjen teme, votohet ata të cilët dojnë me bo qeveri me Albin Kurtin mas në zgjedhje, dhe ata që dojnë me bo opozite. S'menoj që ka mu bo nëjë çështje tjetër, se këtu çështjet i ka dhe vetëvendosja të vetat, edhe këta të opozitës i kanë çështjet e veta, edhe na do t'i kemi çështjet tona, po në thelb, qytetari i Kosovës ka me votu, apo dënë me pas një grup parlamentar opozitar mrenda, dhe apo dënë me ndëshku qëtu parti opozitare që i kanë shërbyu Albin Kurti, apo me vlerësu ndoshta. Apo dënë me ndëshku Albin Kurtin, që s'pën shën pe heq, apo dënë me bivlerësu Albin Kurtin, ose me vlerësu tutje me votë. Nuk kemi të shku në garë për shkak të marimit mandatit, rëzimit qeveris, në i skandali. Kemi të shku në garë për shkak se opozita pelun lojën në mënyrën që shpelun, ose po bënë veprime politike. Në anën tjetër kemi qeverin që pe bënë këto. Në qëtë, që kjo është pyetja qytetarëve. A dojnë me votu, të e ditë që Kurti nuk ka me ra në nivelin që këta po mendojnë, ose po proklamojnë, apo dojnë me pas një opozit në parlament, apo dojnë katalori me janis me ndërtu një pozicion opozitar, apo dojnë me detyru partit opozitare, me thonë, hej, nëse ju lëpni që s'kini vijat ku që me Albin Kurti, dhe pithunit autoritar, edhe pithunit që zgjedhje presidentin njëra dy, pëse s'pjes zgjedhë stash. Cila ish ideja, 8 muj me majtë blokem, e më mas zgjedhë ishë në hajtë bëjmë qeveri. Bashkë. Nëse këta dojmë e zgjedhë presidentin me Albin Kurtin, s'pjes zgjedhë në qëtash. Numerikisht, Malet ka qenë me negociu me 40% se me 51%. Absolutisht. Edhe herë në arshme ka rrezik që mund t'jenë shifrat edhe ma t'keqe për në partisë. Pra, mundët Albin Kurti me rapa, po mundët me pas rreshtim opozitar. Dhe unë po besoj që du të me pas. Tasha do t'keta jo, këta vendosë qytetari në fund. Unë s'kom fol me ta që thot një shok i imi, a i ki fol me dorë se cilit, ju kom fol disa njerëze, po jo se cili qytetar. A më im të i fol publikisht se cili qytetar, dhe im të i bofte se cili qytetar, që gjëja më rëndësishme në legislaturën e ardhshme është Kosova me pas një grup parlamentar opozitar që i ka do bindje, që i ka do qëndrime e që i manë do qëndrime. Po janë edhe, 8 javë